Por unë jam numër 1 për të punë që në këtë shtëpi dhe të mund të punë. Kamionën kur ka qenë 22 për 23. Edhe në një farë sensi kemi bërë çdo gjë bashkë, po literalisht çdo gjë. Kemi njoftë në shkollë, projekte, kështu gjë? Projekt. Po kam marrë të shkolla ku kam qenë unë. Zebe që ke bu palacinka kështu me... Me rosh. Një hëmë rosh. Thank you, baby. Nuk stë një. Kërkon shumë forcë. Që po bëjmë ne kërkon shumë forcë. Do të durim atë. Forcë, nuk na ka mungu. Cila gjë? Nuk ka lidh durimin vlla. Jo këtu jo. Gjëja që po bëj unë me të kërkon shumë forcë. Aha, patjetër. Jo. Pra marrëdhënia që kemi. Po sigurisht mos e... E para... është nëna fëmijës tënë. Që të lloj gjëje që të ketë ndodhur, gjithmonë do të jetë ajo rruga... Por se ka ndodhur diçka, thjesht nuk e di des, por nuk du t'ja di. thjesht ishin akumulime të gjërave që nuk po leheshin dot mbrapa. Si? Më shash akumulimi, mos gjetja e kohës se një tjetër një... Kelly, rregullo mikrofonin. Ka qenë kjo, ka qenë e kundërta. Se koha ka qenë e kundërta. Që kohë është non-stop bashkë. Në njërë, edhe kjo më këtë efekt të kundërta, kupton. Ti mendon se ka qenë e kundërta nga kalimi i tepërt i kohës bashkë? Po, jo, mund t'jetë. Jo, po them që mund një nga gjërat. Po, s'ka qenë problem asnjëherë. Po është dhe projekt bashkë, dhe? Nëse Bigun e quaj projekt, ky është i vetmi që e bëj vetëm, e kupton? Ti e di shumë mirë. Në çdo projekt.